Si do të përkthej stabiliokracia në Kosovë? Si është manifestu stabiliokracia? Atëherë ka qenë ndoshta më lehtë se në raport me Serbinë, po BE-ja ka tentuar me kriju dy lider të fortë dhe ata dy lider të fortë kanë qenë në Serbi Vučić, në Kosovë Thaçi, dhe janë munduar që përmes liderëve të fortë, të cilët kanë pas një legjitimitet politik, t'i shtyjnë përpara çështjen e Kosovës dhe Serbisë. Do të thonë, edhe Bashkimi Evropian është bashkëpjesëmarrës në çoroditjen e brendshme në Kosovë, që nuk kupton themelimin e gjykatës speciale. Absolutisht. Do të thonë negociatat e Brukselit, we are not problematic guys për këmbim territoresh. Deri atëherë sa doli situata nga kontrolli, edhe pse edhe atëherë nuk ka qenë komplet dalje nga kontrolli, sepse ka pasur edhe vende të Bashkimit Evropian të cilat kanë qenë okay me çfarë do propozimi që vjen nga rajoni. Unë mbaj mend, aso kohë kam qenë në Paris, në punë, edhe ka pas, sidomos Franca, ka qenë pro çfarë do aranzhimi që vjen nga rajoni. Ka pas edhe lobim nga Kosova në Francë. Ka pas ndikim edhe në SBA, sepse vazhdimisht neve na thonë ky ka dash me nda Kosovën, edhe zakonisht i referohemi ndonjë lideri, për shembull administrata e parë, Trump, apo ndonjë lider i BE-s. Unë mendoj që është ndryshe. Domethënë, kjo është e rëndësishme te stabilitokracia. Bolton e ka shpjeguar këtë, domethënë, ideja për ndarjen e Kosovës nuk ka rrjedh prej Washingtonit, po kanë shku nga liderët lokal në Washington. Apo? Absolutisht, ideja ka nga mbrenda. Edhe unë besoj që liderët lokal kanë shumë më shumë agjenci se sa që ne i mendojmë. Sepse neve na pëlqen me i mendu këta si lojtar. Agjenci është terminologji politikologjike, ta shpjegojmë, agjenci është kapacitet ndërmarrës. Ndërmarrës, po. Domethënë kam pronësi në ato se çka ndodh, sepse ne tentojmë me pa gjithë liderët e Ballkanit si lojtar të një fuqie politike globale apo tjetrës. Këta liderë kanë agjendat e tyre. Këta tentojnë edhe i ftojnë, domethënë si në rastin e Vučić, këto fuqitë e mëdha për të luajtur lojën e tyre, mirë po kanë agjendat e tyre të brendshme. Edhe kjo ka qenë edhe evidente në Kosovë, kur e sheh që është një proces më i madh, procesi i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kosova relevancën e vetme ka pas në BE përmes atij procesi. Prandaj edhe e luan lojën që transaksionalizmi ndodh në kuadër të atij procesi. Si është e mundur që Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë jep mendimin e vet në vitin 2010 mbi pavarësinë e Kosovës dhe Kosova heq dorë nga mendimi i Gjykatës Ndërkombëtare e Drejtësisë, sepse në vitin 2011 thotë jo, ndoshta nuk është krejtësisht e pavarur Kosova. Është gjithmonë kthehem te gjitha këto vendime, ne diskutuam edhe dje në takim, janë vendime të cilat i importojmë, edhe janë vendime të cilat tek më vonë marrin vesh që kanë qenë vendime jo të duhura të mirë në atë kohë, edhe tash pikërisht po e diskutojmë këtë tek vendimi për gjykatën speciale. Para kësaj është, para vendimit gjykatës speciale është precedenti i marrëveshjes së Brukselit, i cili ratifikohet në Kuvendin e Kosovës. Po. Domethënë nuk është vetëm lideri në pyetje. Jo, absolutisht. Është një parlament i tërë i cili voton diçka që është nënshkruar, e cila nuk është krejtësisht në interes të Kosovës. Kjo është problemi me pronësinë vendore të cilën e ka pas Kosova, dhe kjo varësia nga ata që kanë një plan për ne. Domethënë, ne që nga shpallja e pavarësisë zakonisht tentoj edhe mi kuptu rrethonat këtu, sepse kemi qenë në pavarësi të mbikëqyrur. Nga pavarësia e mbikëqyrur, domethënë ka ndodh GND-ja, pastaj menjëherë jemi fut në dialog me Serbinë, kanë qenë domethënë vendime të njëpasnjëshme të cilat ne kemi qenë komplet në defanziv. E kemi minimizuar fuqinë të cilën lobuese të cilën e ka Serbia. Normalisht Serbia ka qenë vendi më i madh në Jugosllavi, kryeqendra e Jugosllavisë, kur bota ka qenë ndarë në dysh, Jugosllavia ka ditë me lujt lojën në mes të dyja poleve, edhe krejt ai kapacitet diplomatik aty ka qenë, edhe ka qenë i përgatitur shumë mirë që sfidoj shtetësinë e Kosovës në mënyrë shumë të përgatitur. Edhe ndodhen edhe sot këto, domethënë secili hap në dialogun me Serbinë atje analizohet shumë mirë, ka vendime të cilat merren në mënyrë shumë të thuktë, kurse ne jemi gjithmonë të ata që
dikush e ka një agjendë për neve, ky proces po shtyhet përpara, ne duhet të pranojmë si të tillë. Ne kishim, domethënë, ëndrrën për tu antarësuar në Bashkimin Evropian, gjithmonë në histori kemi qenë ta zgjedhim të keqen më të vogël. E keqja më e madhe ka qenë Kombet e Bashkuara, ku është Rusia dhe Kina me të drejtë të votës, të vetos, dhe Bashkimi Evropian në cilin i kemi 5 vende jo njohëse, mirë, po nuk janë po aq të mëdha dhe po aq problematike sa Kina dhe Rusia, dhe po e zbresim lojën në këtë nivel, po e fillojmë një proces të dialogut i cili domethënë ishte komplet i pamenduar strategjikisht nga elita politike në Kosovë. Edhe njëjta ndodhi edhe me marrëveshjet. Unë në Londër e kam pas domethënë Kojshi edhe Robert Cooper, edhe gjithmonë jemi taku për kafe dhe kemi diskutuar. Tash edhe nga ana BE-s ka shumë pishmallëqe. Domethënë mendojnë ata të cilët e kanë kryer mandatin, që kanë dalë nga procesi, mendojnë ndryshe tash, kanë shumë teori se si do t'i bënin gjërat ndryshe, mirë po aso kohë ato rrethana i kanë imponu ato procese.